Atëherë unë quhem Eldar Spaho, jam 29 vjeç dhe kam lindur dhe banoj në Cerrik dhe kam vendosur që të merrem me letarinë. Pasi dhe studimet që kam mbaruar kanë qenë studimet e larta për zooteknik master shkencor. Dhe kam vendosur që mbas studimeve të fokusohem tek letaria pasi është edhe një trashëgimi familjare. Duke ditur benefitet të cilat sjell kjo punë, për shkak të produkteve të cilat janë shumë të pëlqyera nga tregu në krahasim edhe me cilësinë që prodhojnë, të cilat janë organike, kam vendosur që të fokusohem më shumë tek bletaria në zonën time që të sjell atë kontributin tim dhe zhvillimin për zonën. Të filluar sipërmarrjen time të re në bletari, më duhet patjetër ndihma e një kredie dhe pash të arsyeshëm të pyesja fermerët për rreth në lidhje me kreditë që kishin marrë në bizneset e tyre bujqësore. Dhe të gjitha individët mshuan tek Fedinvest, pasi ishte edhe afër zonës ku unë banoj në Cerrik. Interesat ishin shumë të ulta, kishte lehtësira në marrjen e kredit dhe ishte goxha komod. Atëherë pa hezituar fare u drejtova drejt zyrave të Fedinvest dhe pash që dhe stafi dhe çdo gjë ishte goxha mikpritës, që nga ai moment unë fillova të jem klient i rregullt tek Fedinvest. Aplikacioni Aba Online na ka ndihmuar shumë për arsye sepse në bazë prodhimeve tona këtu gjejmë edhe ekspertët e duhur të fushës, të cilët na ndihmojnë në praktikat tona profesionale, gjithashtu dhe për eksperiencat e punës të cilët ato kanë dhe na i tregojnë ne në bletarinë në sipërmarrje. Ky vend ka akoma gjëra të pashfrytzuara dhe mund na sjellë benefite financiare të mira duke qëndruar këtu dhe duke zhvilluar të gjithë vendin. Falenderoj Fedinvest për gjithë bashkëpunimin që na ka dhënë ndër vite dhe bashkëpunimi do jetë akoma afatgjatë për që ne të rritemi profesionalisht dhe të zgjerojmë aktivitetin tonë, sipërmarrjen tonë në bletari.